Komisioni i Disiplinës i FIFA-s ka vendosur të gjobisë Federatën Shqiptare të Futbollit me 10.000 franga zvicerane për incidente të ndodhura jashtë stadiumit Air Albania, gjatë ndeshjes Shqipëri-Letoni, më 9 shtator 2025. Në kuadër të eliminatoreve të botrorit 2026, Federata Shqiptare bën me dije se do të apelojë këtë vendim në instancat përkatëse të FIFA-s dhe ka nisur procedurat ligjore. Federata u bën thirrje tifozëve që në ndeshjet e ardhshme të tregojnë qytetari edhe të mbështesin kombëtaren pa shkaktuar situata që dëmtojnë imazhin dhe interesat e saj. Po ashtu, kërkohet bashkëpunimi plot nga institucionet e rendit për të siguruar që çdo sfidë të jetë një fest futbolli.